Këtë bimës ka familje shqiptare që nuk e ka në shtëpi. Ajo i shëron të gjitha sëmundjet. Përveç artit, rozmarina është një nga bimët që aplikohet gjërësisht në mjekësinë tradicionale edhe në kulturat e shumë popujve. Qytetrimet e lashta e kanë përdorur atë edhe për të rritur kujtesën. Perandori parë romak, i shenjti Karl i Madh, kërkoi që ajo të kultivohet nëpër kopshte. Përdorimi i barit aromatik synon gjithashtu edhe në trajtimin e çrregullimeve gastrointestinale dhe atyre neurologjike, në forcimin më të mirë të sistemit tuaj imunitar, në lehtësimin e niveleve të stresit, në furnizimin e trupit tuaj me një mori të lëndëve ushqyese, duke përfshirë këtu edhe komponentët fitokimik. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë që kontribojnë në shëndetin më të mirë të syve, të mëlçisë, mineraleve të tilla siç është hekuri, mangani dhe kalciumi. Gjithashtu ato ofrojnë edhe shumë përfitime të mira të vitaminave B, vitaminës A dhe të vitaminës C. Ndaj, përfitimet të tilla do të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Sipas Healthline në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni në dietën tuaj nga përdorimi vazhdueshëm i rozmarinës. I pari që do të përfitojë në radhë nga përdorimi i rozmarinës është truri. Rozmarina do të përmirësojë funksionet e trurit si performanca njohëse, kujtesa, vigjilenca dhe përdorimi. Këto veti janë përdorur prej shekujt tashmë përmes aromaterapive, ndërkohë që studimet moderne i kanë nxjerrë në pa këto përfitime. Uluntimet kanë gjetur gjithashtu se përfshirja e këtyre ushqimeve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën më të mirë të kujtesës suaj. Gjithashtu, rozmarina ka efekte të mira edhe për personat që vuajnë nga problemet të ankthit. Zjerrja e gjithëve të saj dhe përdorimi i vajit esencial të rozmarinës do të lehtësojë dukshëm edhe lodhjet nervore, ankthin kronik dhe problemet të ngjashme, dhe mund të cilësohet nga ekspertët si një zgjidhje mjaft e mirë lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve. Rozmarina ka veprim të mirë antiseptik. Ekstrakti i barit të rozmarinës ka veti antifungale, antivirale dhe antibakteriale, dhe falë përmbajtjes së saj, acidi karzonik dhe rozmarik. Konsumi i tij nga ana tjetër është i lidhur edhe përmes uluntimeve me një ulje të riskut të infeksioneve dhe gjithashtu edhe problemeve të sistemit tuaj imunitar. Rozmarina do të përmirësojë qarkullimin e gjakut. Elementet anti-inflamatorë që forcon sistemin imunitar dhe stimulon qarkullimin e gjakut janë të gjithë rozmarina, duke e bërë atë një zgjidhje mjaft të mirë ushqimore për të stimuluar një qarkullim më të mirë të gjakut në të gjithë trupin tuaj. Do të keni lëkurë dhe flokë më të shëndetshëm. Lëndët ushqyese të tilla mbrojnë qelizat e lëkurës nga efektet të dëmshme dhe rrezatimet diellore dhe radikale të lira, të cilat do të nxisin edhe prodhimin e kolagjenit. Vaji i rozmarinës është i famshëm edhe për forcimin e shëndetit të flokëve, përmirësimin e skalpit të kokës dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Rozmarina është një bimë fantastike në stimulimin e rritjes së flokut, dhe aplikimi i vajit të rozmarinës në këtë proces mund të cilësohet nga ekspertët si zgjedhja më e mirë që mund të bëni kundër këtyre inflamacioneve. Rozmarina ka ndikime parësore për shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjenin në gjak dhe ndër më të rëndësishmet në mbrojtjen e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Nëse përjetoni probleme të mushkërive, do të thotë më pak oksigjen në trupin tuaj, që mund të shkaktojë një mori problemesh të tjera shëndetësore që mund të ndikojnë gjithashtu edhe në rritjen e komplikacioneve të trupit. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale ekzistojnë mënyra për të stimuluar në futjen e oksigjenit në trupin tuaj. Një prej tyre është edhe përdorimi i rozmarinës. Rozmarina ka efekte pozitive edhe për shëndetin tuaj të syve.
Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë e vërtetë. Ky problem zakonisht moshat mbi të 50-tat, duke dobësuar kështu shikimin e tyre në mënyrë graduale. Për të ulur riskun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet veçanërisht konsumi i rozmarinës në forma të ndryshme në dietën tuaj. Rozmarina ka efekte pozitive edhe në shëndetin tuaj tretës, duke lehtësuar kështu këtë komplikacion i cili mund të rëndojë më shumë shëndetin tuaj. Duke qenë e pasur me antioksidan dhe vitamina, kjo bimë do të ndikojë edhe në tretjen më të mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni vazhdimisht në dietën tuaj disa fije rozmarin. Secili prej ushqimeve tuaja mund të pasurohet me një shije të veçantë dhe gjithashtu edhe të mbrojë organizmi tuaj në tërësi. Vlera të mira rozmarina jep edhe për shëndetin e kujtesës. Ndihma që kjo bimë mund të japë për memorien, për qëndrimin e trurit është e paçmuar. Janë përdorur që në lashtësi si mënyra natyrale për shëndetin e mirë të trurit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Prandaj rozmarina mund të cilësohet nga ekspertët si përdorimi më i mirë ushqyes kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthline. Rozmarina është një bimë e fuqishme edhe kundër problemeve të depresionit. Rozmarina ndihmon edhe kundër problemeve neurologjike, siç janë depresioni, ankthi ose edhe skleroza e shumfisht, duke e bërë rozmarinën një zgjedhje të parë ushqyese, duke u përdorur si çaj ose edhe si vaj ose edhe nuhatja e kësaj bime. Gjithashtu, rozmarina mund të jetë një aleat i mirë i trupit edhe në largimin e ujërave të tepërt. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesia e fryrjes dhe rëndesës do të largohet ndjeshëm me përdorimin e rozmarinës, duke i dhënë organizmit tuaj të gjithë elementët ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthline. Përdorimet të tilla të rozmarinës do të jenë një element i mirë me vlera të çmuara në rritjen e ndikimit të saj në organizëm dhe lehtësimin e komplikacioneve të përditshme. Ju mund të përdorni gjithashtu rozmarinën në formën e çajit, dhe ndikimi i saj në trupin tuaj do të jetë vërtet mbreslënës. Kështu, ekspertët këshillojnë përdorimin e saj në mënyrë të rregullt. Rozmarina është një bimë e njohur që ka ndihmuar trupin në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Kjo bimë ndihmon dukshëm kundër problemeve të luhatjeve të sheqerit, kur është i shoqëruar me depresion, por edhe efekteve të ndryshme që mund të ketë personat me tension të lartë. Mjaft e njohur është bima e rozmarinës në forcimin e kujtesës, lehtësimin e komplikacioneve të saj dhe ndikimeve negative që mund të krijojnë infeksionet në organizmin tuaj. Ndaj, edhe përdorimi i rozmarinës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë, edhe në larjen e trupit. Të lash trupin me lëngun e rozmarinës i jep lëkurës shkëlqim, e mbron atë edhe nga komplikacionet. Në fakt, gjatë stinës së verës, kjo procedurë shihet si shumë e rëndësishme, pasi duket se mund të jetë edhe më e mirë për personat që ndjekin frekuentimin e pishinave, ku mund të marrin infeksione të lëkurës. Përgatisni një solucion larës me 50 gram gjethe rozmarine të thata dhe të grimcuara, i hidhni në 1 litër ujë të nxehtë. Kjo masë lihet në qetësi për 30 minuta dhe më pas kullohet. Lëngu i përfituar do të shërbejë për larjen e trupit dhe hidhet në vaskën e mbushur me ujë nga 35 në 30 gradë. Qëndroni në këtë ujë për 20 minuta dhe më pas rekomandohet të bëni 1 orë pushim. Është një banjo e mirë me ujë me rozmarin që mund të bëhet në mbrëmje përpara se të shkoni për të fjetur, në lehtësimin e problemeve që mund t'i kanosen shëndetit tuaj të lëkurës. Përdorimet e rozmarinës në përditshmërinë tuaj mund të jenë gjithashtu një lehtësues kundër këtyre shqetësimeve, ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.